vynë shumë kitë botë me pat shumë njerëz që ta kuptojnë botë. Të vynë 1-2 njerëz maksimum që ti me kone sukseshme. Kështu që edhe kur ti ishe sukseshme, ki nevoj për njerëzi, ki nevoj dikush me tonë fund ditës që kemi dal, hajde të përqafis, edhe na kena nevoj na njerëzit e fort me pat dikan që na përqafon fund ditës. Shpesh herë qaj natën, kapi libre lexoj, sepse është shumë ndjesi e vetmume kur ti nuk i me kanë fundites me da idetë tua, mërzitë tua, lumturinë tone, ndodhitë tua gjatë ditës që ka ndodhë edhe por suksesi ka këtu. Nëse do me konë tepër e sukseshme ose mi mri, majet janë gjithmonë shumë të vetmume. Edhe duhet vish me vendos ka do në për jetës. A do me konë average, a do me konë top niche në këte icebergin që shpesh njerëzit e përmendin. Fatmirësisht ose fatkeqësisht nuk e di cilës mi thonë tash, se i ka dhe të mira dhe të këqijat. Unë si e vogël e kum vendosë mos me konë average. Kur s'kam qenë average, kur s'kam qenë e pranushme nga shoqënia, nga familja ndoshta, familjar të gjerë, nga shoqënia jon, kultura jon, dhe me dashje pa dashje kum zgjedh rrugën pak më të vështirë, po që ndoshta vojza tjera kur vinë mas meje kanë me pot shumë ma letë. Qysh e kanë pot deri me tani kur unë kanë idol, kur më nalin e për rrugë, kur më përqafojnë, kur më nalin plakat, gratë, më thojnë, veç vojza jam e kanë 10% sa jetë ti, unë isha kanë gryja ma e lumtur në botë. Unë jep shumë ngrohtësi, me vazhdu tutje edhe me ditë që pas na bot diçka në këtë botë, që kam i lënë footprints, fërkemat e mi për të mirë. Edhe nëse nesër vdes. Edhe nesër kur unë vim fëmijët e mi e di që ndoshta nona atymve ka bot diçka që m'ja lehtësu jetën atyre, e vojzave tjera që me kon vetvetja, me kon e sukseshme, me kon si di, e plotësume me dëshirat e tua. Cila frika më e madhe për momentin? Frika më e madhe që e kam për momentin është shumë e çuditshme se para se me çtatëzon s'kom pat frikë. Frika vetme kur kam qenë e vogël, kam qenë vetmia. Edhe pse unë jam rrit një familje shumë të madhe, por gjithmonë jam ndje vetmume. Me mendimet e mia, me që njerëzit unë kanë kuptu ndoshta. Tash që kam ngel shtatzon, edhe pe di që jam tu e prit një beb, edhe që frika me madhe është qa nëse ndodh diçka në lindje dhe la bebën vetë. Kjo është nështë unë vetë kum punu mjekësi dhe di që janë shumë të rralla që të ndodh në i sen, po gjithmonë është 1% shumë e vogël që mundet me ndodh. Më ka ndodh vetë kur im konë në spital të punu. Është frika vetme që e kam për momentin. Asë një frikë tjetër nuk e kam, sepse këtë tjerat i bëj. Kurse është një punë shumë e vështirë, mundet gjithçka me ndodh në lindje, edhe frika më e madhe është ajo. Qa ndodh nëse mu ndodh diçka dhe kujtja la, qa ndodh. Kjo është nështë vetmja peng ose një gjë që e mendoj që në qoftë se kisha bo me një partner, të paktën e kish po të babën. Kurse kur je vetë të nonë, vetë ushqyse, besoj që shumë nona këtë e ndjejnë, kur jam vetë nonë ushqyse, që kanë fëmijë, që ka ndodhë nëse atyve ndodhë diçka që ndodhë me fëmijët. Shpesh e natën qoj me qitë gjë, sepse është një frikë që po mbritet sa ma shumë që po shkoj me mu i shtatzani, por kam besim që do shkojnë gjithçka në rregull, kam besim që jam dur të sigurta, unë kam vendos mos me lind as Finland, as në Londër, por në Zvicër, që është shteti më i sigurt.
Dash njëna për arsye pse kom vendos në Zvicër me lindë është sepse siguria është me e modhja. Nuk o sen që s'ja dalun. Kur për ndjej që diçka po m'lëviz, po jam shumë e lumtur edhe për ndjej një farë knatësie shumë të madhe kur për di që i kam shoqet më ngushta, njerëzit që unë kam përkrap i fillimit që e kanë ditë që situat, ju shumë njerëz e kanë ditë, po që ta që e kanë ditë janë sot pranë shumë të na, kështu që jam shumë e lumtur. Tu qenu se duka gjinit vallojnë, mës me ma boj djallë, nuk e ka mu shoqe. Atëherë, sot është një ditë shumë e veçantë për mu. Shumica jo shoqet e mia që unë keni përcjell 15 vjetë shoqni ose ma pak ose ma shumë, e dini sa e ku më ndru më bonon një ditë. Sot mendoj që është gjëja ma hyjnore dhe ma madhështore që një gru mundet me përjetu, përveç karrierës vetë, që është normal për mu shumë e rëndësishme. Do shta mi ju falimdru krejt që keni gjetë kohë, keni arë mu respektu, edhe me nda këtë lumturi dhe knatësi që unë jam të e përjetu. Jo që e keni përjetu, e dini që anë prët, jo që se keni përjetu, inshallah përjetoni bashkë me mu, ose mas meje. Kështu që faleminderit shumë që keni ardhë, edhe shpresoj që sa ma shumë ditë lumtura. Cheers, girls! Unë jam Gjyshja, mendoj se është qik. Knaqësia e shpirtit e lumtur me kohë qik. Atëherë, unë jam Nona dhe unë mendoj që je qik. Unë jam qika e Doajës Gjullit, mendoj që është forës. Mendoj një djallë, se kur Gjullit qysh është e fort, edhe një djallë na vin me kohë i fort. Unë jam shoqja e Gjullit dhe mendoj se është vajzë, sepse botës i duhesh më shumë vajzat forta si Gjulli. Nuk du. Edhe që jam qënë mirë, po ma mirë qikë. Unë jam shoqja e Gjullit edhe mendoj se është djalë. Kam 2 djemë edhe më pëlqejnë shumë djemët edhe dëshiroj që Gjullit ketë një djalë. Unë jam stilisja e Gjullit, mendoj se e ka vajzë. Edhe një vajzë të fortë si Gjulli. Na i kemi vendosur 2 stikerat, sepse tash po thojnë që fëmia e cakton vetë gjinin e vet, edhe i lam të 2 opsionet, mandelet metet me zgjedhën në fund vetë fëmia. Po mendoj që djallë, se nuk e di që atë energjiu të ma jap Gjulli, edhe thojnë që femnat ku të kanë djallë, i fryet barku dyqyr si ma rumbullaka, që shtojnë. Ne kam holl, edhe është i bukur qika, kam që më kone bukur. Përshëndetje, unë jam Tita Samki dhe mendoj që është qik. Unë mendoj që është rëndësishme shkak që nuk e stopon gjeneratën e re për me ardhë. Gjenerata si kur Gjulli na vjen gjithë në jetën tonë. Pse ju një djallë, një vlog për karamele.